28 eurodeputet të misionit Faktmbledhës të Partisë Popullore Europiane u ngjitën në zyrën e Sali Berishës për të diskutuar lidhur me zgjedhjet e 11 majit. Pas takimit që zgjati për afro 2 orë, Berisha zbuloi edhe temat e bisedës me përfaqësuesit e misionit Faktmbledhës, nga ku tha se pret që partitë si motra të dalin me rekomandime dhe një mbështetje për kërkesat e demokratëve. Temë qendrore për një opozit janë zgjedhjet. U diskutua për narkoshtetin, për këto që po ndodhin, azjesimin e sistemit drejtësisë. E teksa vijoi akuzat ndaj qeverisë për korrupsion në tendera e koncensione. Berisha u ndal sërish tek situata e rrugëve të shembura në juglindje të vendit. Kjo që shihni ju, me të gjitha rrugët të ndërtuara prej tyre, të çara, të shkatruara, është dëshmi e dështimit të plot total për shkak të vjedhjes të gjitha investimeve. Kryedemokrati nuk ka asnjë dyshim se socialistët do të refuzojnë me votë në seancën plenare të 5 marsit kërkesën e SPAK-ut për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Ajo parti ka fakturë shqiptare që është matrix e krimit në Shqipëri. Kur në ndajnë vetëm pak ditë nga protestet të shtunës, Berisha përjashtoi skenarin e tubimit përballë xhamisë namazgjas. I garantoj besimtarët se në absolute karshi xhamis, Partia Demokratike nuk do të zhvilloj asnjë aktivitet proteste, por natyrisht i garantoj organizatën kriminale se s'do mund të mbrojnë parlamentin duke u betuar se gjoja po mbrojnë xhamin. Njerëz të pa fe, pa din, pa iman. Kryedemokrati foli për diversifikim të aksionit opozitar në protestën e 28 shkurtit, duke lënë të hapura të gjitha opsionet, përfshi edhe bllokimin e akseve rrugore.